kallëzomni çka është ideja e filmit edhe kush e ka pas idenë e filmit. Ide vjen nga dy anë. Një është që une familjen Cooper, familja Cooper është nga qytet vogël në Kaliforni Verior, Mount Shasta është një mall shumë të madhe. Okej. Edhe kjo mall ka do legjenda. Okej. Pak si edhe në Rugova keni legendet. Vjeshkët e namu në Rugova. Në Mount Shasta ka legend që nën tokës jeton një njerëzia që vjen nga jashtë tokësor. Një civilizim i vjetër nga galaksi tjetër. Edhe ata rrin poshtë edhe janë shumë me consciousness të lartë edhe janë msheftë edhe nga një herë shkojnë kalojnë me UFO me vetura ajrore me objektet e tyre fluturuese. Ashtu edhe prej që kam qenë fëmijë kam dëgju ato legendet nga njerëz edhe nga një herë gjithë kam mendu që ata janë çmendur normalisht, po është një besim që ka njerëz nëpër krejt botë që shkojnë atje. Po, është për një marrë shkojnë në atraksion. Për me ron kontakt me Lemurians. Lemurians domethënë. Edhe kjo ka qenë ide që kam dash me bo një film me kjo prapavi. Mount Shasta. Edhe për ndryshe është një tregim për tri shokët që shkojnë camping edhe që janë të mundu me lidh edhe në qysh kanë qenë përpara në universitet, po tash kam kalu do vite edhe janë të ndryshu edhe kam problemet edhe një njeri edhe vjen me do substancat ilegale edhe kjo edhe nis me teori që Lemurians kanë thirr për me bo kontakt edhe me bo diçka të madhe. Skenarin normalisht e ka shkruar Casey, edhe ka shkruar shumë shpejt. Edhe ideja ka qenë se Casey që sot u mundu me bo filma, se ky është ky regjisor, në zona ka qenë producent, po kiti ka pas buxhetet shumë të ndaja. Edhe në fund masane me një profesor i ka thonë veç bëne shkruaj një shumë thjesht. Just do it. Edhe në diçka që e bazuar diçka personale, kështu që se Casey, domethënë, tregimi është i inspiruar një shok që ka pas çdo probleme mentale që para 2 viteve ka vdek. Kështu që tema, domethënë, që ajo baza është që e puna e miqësisë edhe ka njerë që s'mun është mirë një mu njerëzve që i danë, se ka njerëz që janë që shto hinë rrugëve, ose masane në konspiracione, sane. Po, kur e ka shkru skenarin për 2 muaj. Shumë shpejt e ka shkru, edhe bashkë jemi e konë Mount Shasta, që është familja të jetojnë, edhe ma ka jep skenarin, e kom lexu, edhe më fund, kom kajt. Qa që më ka prek, po më ne u konë shumë fan, po se di se më ka dok që e ka qit një pjesë të vetën, edhe, më thonë, duhet me vozhë qysh. Edhe ideja fillimisht u konë 4-5 veta, po me nej prej ekipës. Me 20 euro, pe bojna me 20 euro. Qashtu kam nis me bind vetës. Me 4-5 mijë diçka. E kryna këta me 30 euro e kryna. Me $30. Veç është camping, kushton shumë lehtë. Ne kam merr një dritë e vogël edhe një çadër. Plus i ka krejt eksterierat natës që kushtojnë, që është shumë vështirë me ndriçu, plus visual effects këto kena shumë, domethënë, me po një film. Shumë është vështirë veçanërisht për filmat e parë debutant që i bën. Se një stan që e ka Kosova e LA nuk e ka, domethënë Amerika nuk ka grante. Kështu që krejtë nuk ka që ka dhe këtë shoqënin që njohim, këtë filmin e parë domethënë goxha shumë investojnë vetë, apo hin kredi, domethënë nuk i qa shumë fundraising. Po, nështë rastit saktuar për shembull dikush që ka pas një short që ka pas tepër shumë sukses, po në përgjithësi goxha vështirë është. Kështu që zakonisht na jena mundu me gjetë, që kjo që tash kena pas përparësi ku e kemi xhiru, kemi pas edhe familjet që kanë ndihmu, edhe kemi gjetë investitorë të vegjël, për shembull ka 5.000, 10.000
kanë qenë shumë shoqënia, familja, masanej kështu për njerëzve caktuar kanë gjetë njerëz tjerë. Kështu që biletat që kanë mundeni me i ble për tajtën për natën e premierës, dhe masanej në terminet e tjera keni një javë në Prishtinë edhe në Prizren. Është në të dyjat në kohën e njëjtë, po më në gjatë çasaj jave është edhe në Prishtinë edhe në Prizren, është ne janë në Prishtinë mas ne në Prizren. Kohën e njëjtë. Kështu që qytetarët mundën me i ble biletat edhe në Prishtinë edhe në Prizren, kudo që jeni me shku edhe me po filmin, një film goxha interesant, pak komik. Komik, definitivt. Shkoni kesh një pak.